Kemi zbulu një skem të dyshim, se si portieri kombëtarës së Kosovës Arjanit Murić e ka marrë patent shoferën. Figurojnë se janë mbajtur në datat kur Murić ishte në fushë, qoftë me kombëtarën e Kosovës apo me klubet e tij. Në listën e ministrisë nuk është data 20 qershor kur është kryer testi praktik i vozitjes, por data 19 qershor. Lejen e kjerët i kom thonë të andresim. Skema është kështu. Shumë prej orëve praktike të vozitjes, testi me shemb, testi vozitjes dhe testi kryqit kuq figurojnë se janë mbajtur në datat kur Murić ishte në fushë, qoftë me kombëtarën e Kosovës apo me klubet e tij, në shtetet e tjera e fare në Kosovë. Do të mundohemi që në këto pak minuta t'ju sjellim detaje të gjithë procesit. Ndërsa për të gjithë ata që duan ta lexojnë hulumtimin e plot e gjeni në kallza.com. Sipas dokumentave që i kemi siguru, Arjanit Murić orët praktike të vozitjes i ka nisë me 27 janar 2022 deri me 22 shkurt 2022. Sipas dosjes së tij, siguron se Murić ka kryer gjithsej 20 orë. Por, hulumtimi i kallza.com tregon se me datë 6 shkurt, 14 shkurt dhe 20 shkurt, Muriçi po qëndronte në fushën e gjelbër, derisa në dosjen e tij figuron se i ka kryer orët e praktikës. Në këto data, Murić ishte pjesë e klubit të Superligës turke Adana Demirspor. Murić figuron me vendbanim në Prishtinë, por orët e vozitjes figuron se i ka bërë në autoshkollën Vosa e cila gjendet në Deçan. Në dosje, si instruktor i Murić figuron Denis Tafilaj. Tafilaj në një bisedë për kallza.com e ka mohu çdo pretendim se Murić nuk ka qenë prezant në orët praktike të vozitjes. I ballafaquar me datat në të cilët figuron se Murić ishte në fushë dhe në orët e vozitjes, Tafilaj ka argumentuar se asgjë nuk e ndalon një autoshkollë që të shkojë në një vend tjetër për të mbajtur orët me kandidatet e tij. Tregoj se çdo gjë është sipas legjislacionit dhe udhëzimeve administrative të aplikueshme në Republikën e Kosovës. E kemi kuptuar. Çdo sam është e çfarë të përcaktuar me ligj është edhe e rregulluar. Gjitha janë sipas legjislacionit në fuqi. Për se cilën, edhe që në po më kujtohet kush është të kështë sa kandidat, a kipi proces verbal, kush e ka marrë që do se kun. Amo për pjesën praktike ku i gro kerët kandidat që to, a lejohet me i mojt jashtë venit ajo? Po lejohet, autobusat e Kosovës, a kanë të drejt me shku në Gjermani? Me transportu në thorë, edhe në kom drejt me kepa dhe shku me të Gjermani me shku një majtort. A i shku të me të Gjermani me majtort? E din të ajem shkuar që më shkuar, e din të sigur da u kon kandidatit ka së kon? Burgin, a kime e motaj të javën në nësë dhe shka të bëzit? Kam se të cili i ka maj. Shka nuk është e ndalume, është e lejume. O, jo veç për shto, po se cilin. Kallza.com ka gjetë se një orë nga ligjëratat për komunikacion, Murić figuron se i ka mbajt në të njëjtën ditë kur kishte ndeshje me Adana Demirspor. Ligjërimet nga komunikacioni, sipas dosjes, kanë filluar të mbohen nga 19 janarit deri me 25 janar të vitit 2022, por me datë 22 janar 2022, Adana Demirspor kishte zhvilluar ndeshje, të cilën e fiton me rezultat 5-0, ndërsa portieri kosovar ishte vlerësuar me notën 7.9 për performancën e lojë. Edhe për këtë gjë, instruktori Tafilaj argumenton se një kandidat mund të njeh ligjërimet online. Detajet të reja interesante të dyshimta dalin edhe gjatë analizës nëse Murić ishte prezant gjatë testimit praktik për leje të vozitjes. Me datë 20 qershor 2023, Murić i caktohet data e vozitjes së testit praktik për leje të vozitjes. Vetëm një ditë më herët, me 19 qershor 2023, ekipi kombëtarës së Kosovës ndodhet në Budapest të Hungarisë. Aty, Kosova zhvillon ndeshje me Bielorusinë, e cila në atë kohë ndeshjet si vend asaj zhvillonte në territoret neutrale. Në këtë ndeshje, Murić ishte startues dhe për 90 minuta kishte pranuar 2 gola. Kallza.com i ka dërguar pyetje Federatës së Futbollit të Kosovës për të marrë një konfirmim se kur kanë udhëtuar dhe kur janë kthyer nga Hungaria, por nuk kemi pranuar përgjigje. Përmes një hulumtimi manual, e kemi siguruar një video në njërin nga rrjetet sociale të postuara në FFK me 18 qershor 2023. Teksa Murić me bashkëlejtar gjet një shkallë të avionit për të udhëtuar për në Hungari për ndeshjen me Bielorusinë. Udhëtimi për atje ishte bërë 2 ditë para datës kur figuron se Murić ka kryer testin praktik për leje të vozitjes. Ne kemi provuar që të kontaktojmë me Murić në forma të ndryshme për me marrë një përgjigje nga ai, por kontakti me të ka qenë i pamundur.
as Muriç, as Federata e Futbollit të Kosovës dhe as kompania që menaxhon atë, 11 Wins, nuk kanë kthyer përgjigje për kallëzë.com. Procesi i mbajtjes së testit praktik shkon kësaj. Departamenti për patent shofer brenda Ministrisë së Infrastrukturës e paraqet një listë të kandidatëve që do t'i nënshtrohen testit. Kallëzë.com e ka siguru këtë listë dhe aty vërejën disa shpërputhje. Në listën e Ministrisë nuk është data 20 qershor kur është kryer testi praktik i vozitjes, por data 19 qershor. Pra, qysh e tha më herët, me 19 qershor, Arjanit Muriç ishte në Budapest duke mbrojtur portën e ekipit kombëtar të Kosovës. Po ashtu, përveç që ka mos përputhje të datës, aty ka dallime edhe në orën se kur është mbajtur testi. Në listën e Ministrisë shkruan se Muriç do të testohej në orat 8:30 të mëngjesit, ndërsa në dokumentin që lëshohet nga ekzaminerit që monitoron testin praktik, figuron se ajo është mbajtur nga ora 19:30 dhe ka përfunduar në ora 12:01. Në këtë dokument, ekzaminer figuron të jetë Naim Demolli. Kallëzë.com ka provuar me kontaktua edhe me të, por ai nuk është përgjigjur. Nga Ministria e Infrastrukturës thonë se në arkivin e tyre figuron se Arjanit Muriç ka kalu testin me shkrim me 5 shtator 2022. Por sipas Ministrisë, emri i tij nuk figuron se ka marrë pjesë në test atë ditë. Pra, sipas Ministrisë, emri i Arjanit Muriçit nuk figuron as në listën e vjetër dhe as në listën e re të sistemit digjital. Si për çdo person tjetër që synon të marrë patent shoferin, certifikimi nga Kryqi i Kuq për njohurit mbi dhënien e ndihmës së parë, në dosjen e trosh figuron se e ka kryer edhe Muriç. Por, mos përputhjet vërejhen edhe këtu. Në fletën e Kryqit të Kuq shkruan se certifikimi për Muriç është bërë me datë 12 qershor 2023, kurse Kryqi i Kuq Dega në Klin kanë konfirmuar për kallëzë.com se certifikimi i Muriç është bërë me datë 14 qershor 2023. Në fund, po e kthejmë një deklaratë që menaxheri kombëtarës të Kosovës, Bajram Shala, e ka dhënë për Telegrafin. Aty, derisa Shala fliste për negociatat me futbollist për të pranuar përfaqësimin e Kosovës, rrëfen se si gjatë diskutimeve me Mërgen Berishën mes të tjerash, i kishte thënë se do t'ja rregullonte edhe lejen e kerrit. Lojtarë tjerë që kanë pranuar me luajtë për Kosovën e ka ndruar Mërgen Berisha. 10 herë ka pranuar me luajtë për Kosovën. Lejen e kerrit i kam thonë të Andresim. Krejt, gjithçka, çka dush, fol. 100.000 sene i kena bu për të, këtu. Edhe une, edhe kryetari i federatës, edhe drejtori i kombëtarës, kena gjithçka kena bu për të. I kena nal do sene, tash po flasim kështu, i kena nal do sene me 1 milion intervenca, që ato kanë mujtë me dëmtu mas nej. Edhe i kena nal me premtimin që ka me armërit për Kosovën, që kjo punë e kryme, une veç kur vjen grumbullimi i radhës, te bujna pasaportin edhe mëngjes po pres me një fush.